Sidorela, okej. Tani, mua më vjen keq fakt se ne këtu vazhdimisht vim për diskutuar ndonjë ide dhe kur kemi përballë përfaqësues qeverisë, përfundojmë duke dekonstruktuar të pavërteta. Është e pavërtet së pari të thuhet që protesta është bërë për Ahmet, se kjo mund të ndodhëm kur i shikon dhe bën rishare vetëm storyt e kryeministrit apo statuset që ai bën, ndërkohë që protesta sot është ditën e 44. Është pa vërtet të thuar që ishte koncerti Kanye West që e vendosi Shqipëri në mediat ndërkombëtare, se ka 44 ditë që flet e gjithë media botërore për një protestë të jashtëzakonshme qytetare që po ndodh në Shqipëri kundër autokracisë e Edi Ramës, korrupsionit e Edi Ramës, krimit të organizuar që ka futur në shoqëri dhe në çdo sektor Edi Rama dhe kundër medias kapur që kanë mbështetur Edi Ramën. Kështu që Shqipëria është e vërtetë që është bërë qendër e medias botërore, po është bërë prej faktit që protestues kanë dalë me protestat dhe koncerti janë garë, se nuk e kuptova ju lësi. Protestat nuk janë shqiptarë ata që kanë shkuar ka koncerti. Ata që kanë shkuar te koncerti janë ata që ju i keni dërguar nga shkollat nëntëvjeçare, që keni vendosur të gjithë patronazhistët, sistemin e mësuesve, dhe të anatemosh njerëzit që shkojnë në një koncert të lirë, të pavarur, kanë paguar dhe para për të shkuar atje, është tmerr, është fundi. Në 2026, në të jetë ky diskurs edhe të anatemohen njerëzit sepse shkojnë në një koncert, ora është e tmerrshme. Edhe ka shumë njerëz që po thuan edhe në protest, edhe në koncert. Nuk është se ndryshon fakti që protesta dhe koncerti ekzistojnë të dyja në të njëjtin moment, tregon se sa demokratike është Shqipëria, tregon çfarë zhvillimi demokratik ka në Shqipëria. Po jo ore se nuk e le të tani kush ka shkuar atje. Kjo do thotë edhe vetë se kanë protestë. Punë kemi thirrë. Po lëre tani. Po e kemi thirrë për këtë punë. Ofenduese përveç se është vjedhje ndaj qytetarëve shqiptar, që 4 milion euroshi që u dhurua Kanye Westit, nuk i shkoj që së utës, ta janë mërzit që njerëzit shkuan koncert, unë gush me të rinje, me të reja koncerti, dhe këta u mërzitën se nuk i mbajtën do të në protest, se këta duan të mbajnë protest me dhunë të rinjtër. Ta duan që të rinjë shqiptar me dhunë të rinjë në protest. Ata ndërko shkuan se donin të shifin Kanye Westin, donin të gëzoheshin, donin të gëzoheshin jetën e një moment. Po që kemë ti se do të japim dhe që po nuk e përjashton, një vend demokratik dhe në zhvillim ka dhe spitalin, dhe arsimin, dhe argëtimin, dhe qefin, pa tjetër, se shfar, do ndaloj jeta për të tjerët, të i thuat i të rinjve sot, nuk mund të gëzoni, shme kjo mundësi komuniste totalisht, nuk mund të gëzoni ju thët se duhet ishtë në protest. Ore është, jeni në të rezit që më pretendoni apo jo? Doni tani? është totalisht deluzionale ajo që po thoni, ajo që po them është, si ka mundësi që qeveria ka më shumë urgjencë. Me rikësyrë në rrëtë e shikus, si lajmërova në fillim, Drejtoria e Borxhit që këto janë gjëra që ndodhin tani, ishe për herë të tretë ndaj u lajmërova, fiken, kishe një defekt, më premtuan autoritetet që nuk do të vazhdoj këtë. Si ti e paralajmërove atë që do të paralajmërova, sepse çdo gjë bie tani në këtë kohë, kanë filluar të fiken termocentralet, centralet bërthamorta me të gjithë. Kanë filluar të fiken njerëzit nga pjesa lartë, jo përgjithësi fikje biologjike. Po fikaj. Edhe na ndodhin, po tani mua më premtuan që do kemi. Mos kemi ju çojmë dot në atë moment ku ju ishi duke u zënë, jo. Më qonë sa dush. Atere, t'ja japim, se Sidorela si ram në qafë 2 herë tani, sepse energjia plus ne. Po, Sidorela ka qeftë të thotë në Parlament Europian, këto nuk ka qeftë të thotë këtu ke studio. Ajde, Sidorela tani, po. Faleminderit në pas këndjek. Po, pa tjetër. Po, ajde Sidorela. Ajo që unë po thosha është që, po them që është, po e rithem se nuk e di ku na kanë lënë dritat, po, është ofenduese përveç se është hajduçe, që Shqipëria e sot, spitali më i madh, spitali QSUT, të dalë me deklarat kur kërkon sidomos ka qytetarët shqiptar pajisje se nuk i ka, dhe ndërkohë qeveria shqiptare ta shoh me urgjencë shitjen e biletave të një këngëtari që me gjithë respektin, po qeveria po bën të njëjtën gjë, nuk e kuptoj pse është krenare që ka shkuar në parlamentin e një vendi genocidial,
të një personi cili është i kërkuar nga gjykata për krime lufte, ka shtrënguar dorën, ka bërë atë që i duhet për të pasur mbështetje, në gjë po bën tani me Kanye West për të shpërlar imazhin e vet që e ka në pikën më të dobët nga një protestë që është ditën e saj të 44. Ja, ta dëgjojmë. Prandaj, kur themi që Shqipëria ka dalë tani më në balë të faqeve të medjave të Europës, është e vërtet, po ka dalë prej një serioziteti, qytetarie që kanë treguar ata qytetarë prej 44 ditësh, të cilët nuk kanë rënë prej shantazhit as kur kryeministri që duhet bënte punën si kryeministër dhe jo të merren personalisht me protestuesit, ka tentuar t'i delegjitimojë duke u marrë vetë personalisht, as kur deputetët i kanë sulur policinë e shtetit ndaj tyre, as kur i kanë arrestuar, as kur i kanë dënuar, as kur kanë ushtruar represion ndaj tyre, qytetarët janë aty në ditën e 44 për të kërkuar së pari në mënyrë të menjëhershme dorëheqjen e kryeministit Rama, të cilët ne kemi thënë disa herë që është përgjegjësi kryesor, jo vetëm për korrupsionin, po për kriminalizimin e Shqipërisë, për kriminalizimin e të gjithë sektorëve ekonomik, për kriminalizimin e të gjitha institucioneve përfaqësuese. 10 minuta as i fakt në tavolinë. Dhe kriminalizimin të cilin sot po e shohim komplet sinqerisht. Të vërtetuar edhe në dosjet që spaku që këta e mbështesin ka i shumë, po e vërteton më Parlamenti Europian dhe mendova se ishte mbi nivelin mirë e këtyre të tjerëve. Ndërkohë që flas, minimumi i respektit është e pash respektin tatë kur nuk na përshëndete kur erdhëm, kështu që mbaroj po ajo të respektit. 47.8 milion euro i ka dhënë qeveria shqiptare shëndetësisë më shumë doja sot 47.8 milion euro, me që ka spitali laptop, ndërkohë që biletat e Kanye West janë duke ushitur me emergjencë. Me çfarë standardi e masin këta të bulevardit, të historinë e të dhënit prioritet fushave që do t'i japin prioritet, 47.8 milion euro ka marrë më shumë shëndetësia shqiptare këtë vit. Ku hyn kjo historia që si, dhe unë nuk e kuptoj dhe konceptin logjik, se si mund është krahasosh një fond atje, rezervë 4.2 milion euro që dhe një buf, edhe Sali Bufi e kupton që kthehet mbrapsh, dhe nuk e kuptojnë këta, të cilët na e bëjnë këngë këtë, sikur çfarë ka ndodhur nga inati i madh se të rinjtë e Shqipërisë kanë të sëmurët me kancer poltron, kanë të sëmurët me kancer poltron, kanë shkollat shqiptare mjete, kanë mësuesit shqiptar të drejta për bërë përvese patronazhista tuaj. Faktit, sepse janë mërzitur këta janë mërzitur se të rinjtë e Shqipërisë shkuan dhe shkuan te koncerti europian atje dhe menduan, po, ndoshta në një moment e menduan